Sot ishte një ditë e veçantë në shkollën fillore Kirili dhe Metodi, pasi nxënësit e klasës së parë përfunduan vitin shkollor dhe tashmë hynë në klasë të dytë. Por Memine Idrizi, arsimtarja që kishte mësuar nxënësit në klasën e parë, tashmë pensionohet dhe kjo shkollë kishte përgatitur një program surprizë për të shënuar këto dy evente. Por jo vetëm kaq. Nga kjo shkollë do të pensionohet dhe arsimtarja e matematikës Feria Jonuzi. Për gjithë këtë punë janë merita të takojnë gjithë arsimtarëve, sepse është një fakt këtu në shkollën tonë secila që ka një punë i bashkangjiten të gjitha, ose siç është ajo fjala popullore, një për të gjithë për një. Do të thonë këtë ky eventi është përkushtuar mësueses Memine Idrizi, e cila kjo është gjërata e fundit që e mban për këtë vit shkollor edhe në jetën e saj, sepse siç e thëka më lart edhe do të pensionohet, edhe kështu që e pam të arsyeshme për shkak të prindërve, për shkak të punës së asaj, për shkak të kontributit që ka dhënë në këtë shkollë, toja se 30 apo 40 vite që të bëjmë diçka pak më ndryshe. Por në këtë shkollë drejtuesit tonë se numri i nxënësve rritet nga viti në vit. Si zakonisht në krahasim me shkolla tjera, ne i kemi diku mbi 100 nxënës, domethënë i kemi të shpërndarë në 4 paralele, secila klasë ka nga 3 nxënës. Ne jemi për t'u lavdëruar sepse në shkollën tonë çdo vit rritet numri i nxënësve që nuk ndodh në shkolla tjera, po gjithsesi ne jemi të kënaqur sepse të gjithë kemi zgjedhur këtë profesion, të gjithë jemi përkushtuar profesionit, edhe kur vjen qershori të gjithë ndjehemi mirë edhe të lumtur nga që përmbyllim një vit shkollor pa eksese, pa probleme, po gjithë jemi të kënaqur edhe të harreshëm, veçanërisht kur kemi momente kur arsimtarët i përcjellin në pension. Nxënësit e klasës së parë përmbyllën me sukses vitin e tyre të parë shkollor dhe hodhën hapin drejt klasës së dytë, duke marrë me vete kujtimet të para të bankave shkollore, shkronjave të para dhe mësimeve që do t'i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Me një program surprizë të përgatitur me shumë dashuri, shkolla nderoi 2 mësuese që lanë gjurmë të pashlyeshme në zemrat e shumë gjeneratave. Ishte një ditë që dëshmoi se mësuesit nuk largohen kur plotësisht nga shkolla, sepse ata mbeten përgjithmonë në kujtimet dhe sukseset e nxënësve të tyre.